Vallahi një dit me një mezhlis jam habit ku kam ri dhe regja jonë, që përmendën një rast ku një babë në ditën që ka përcjell nuse bijën e tij, i ka thonë bijës vet, maj se kanë hip vetur nuse, din e të në adejtët si është, i është afru bijës vet në vetur, ka thonë qikës vet, që e dullakin pak? Këshire babën si? Po baba, që është të kajtë, u mërzita e ngrata, si o të shku ma nuse, këshire këtë shpije? Ma mu së më ki babë, kjo shpi nuk është më e jotja. Baba jotë është filoni, shpia jotë është kuj të shku të burjatë. Këtu ma haroj se këthejsh. Ajdo dhe martë kofti ka thonë. Ma mu së më ki babë, kjo shpi nuk është më e jotja. Baba jotë është filoni, shpia jotë është kuj të shku të burjatë. Këtu ma haroj se këthejsh. Ajdo dhe martë kofti ka thonë. Shpia jotë është kuj të shku të burjatë. Këtu ma haroj se këthejsh. Ajdo dhe martë kofti ka thonë. Ha? U dhe martë kofti ka thonë bjenjë. Respektoje vjerin tëndë, respektoje burin tëndë. Jo mi thonën, shire baba kush ta prish, këtu ja mune, ti këtë ven shkelma, ti të une më njëre. Për qatë nejnat, masejnë vima në kohimi, i ka fajt dhondër, i ka fajt vjera, i ka fajt filoni, jo me fajt ti ki, jo burë. Ti ki fajt. Se është prish reni i burnis, është prish reni i islamit, është prish reni i edebit, tërbijës. Kush i flet bijës vetë për vlerën e vjerit, për vlerën e vjerës, për respektin. Andaj trejat nuk din as vjerë, as kunat, as vjerë, as kunat me respektu. Pse se ndin vetën se janë familjet vetë, dhe gjitha ta si bëjmë për 5 pare. Sinqerisht, nëse dikush e se gabim jam këto, se diku janë dëgjova një zonë mirë është të më replikoje. Bash du me ditë nëse jam gabim. Adim me shumë zëmërgjërsi, ka me thonë, ma banë Allah, vallahi, se unë jam gabim. Se din, do shto unë i kam do meselet vjetra, i kam starovremski me ato gjallartë, pletë që i ku mësu, do shta jam demode, jam mod 1982, jam kupta. Ka mu si jam in, si jam online, si jam në rjeda, si jam bo update. Nëso që ashtu në të regon dikush. Me zëmërgjërsi kam ja pranu. Se gjitha këto lëshime reflektojnë pastaj në shoqërinë tonë. Të shpesh do gjera na duke dash me mshef epshin tonë, i mshefim mas islamit. Shumë ka dalim me pas obligim, diçka shumë ka dalim me pas insanlëk, me pas muslimanlëk për diçka. Këtë për thamë veçanti për të rritë që marton e nuk e kuptojnë realitetin e familjes së burit. Po edhe burat se kuptojnë realitetin e organizimit të jetës bashkëshortore dhe familjare. Me ullë, mu marrë vesh me atë domaqinkën e vetë, me thonë, pisot kjo është shpia jote, kjo është familja jote, na jemi pisot gjak jote, na jemi pisot namuzi jote. Sot namuzi jote është pragi jemë. Ma shkele pragin dallash ti, ose dikush tjetër e këshkele namuzin ta. Nuk ka më të baba jote. Je pjesë e jona, e jemi pjesë e jote.